Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pasi që autori foli për pastërtinë e vogël, e që është abdesti, për pastërtinë e madhe, e që është gusli, se si dohet me marrë këto dy ibadete, flet për ujrat me të cilat lejohet me marrë abdes dhe gusl. Pra për çkafit lejohet robi me pastru me cilën lloj uji. Dhe thot wa taharatu min al ahdathi jaizatun bima is-sama. Pastrimi nga nevojat që ka për abdes apo për gusl është e lejuar apo lejohet bima is-sama, me ujë që vije nga qielli, ka për qëllim me shi, apo me borë dhe akull pasi që të shkrihen. Ujtë e qiellit, ujtë e shiut është pastërt, gjithsesi lejohet me marrë abdes me te dhe me ula me pastru me te. Wal audiyati, edhe ujtë e luginave, prockave, të cilët mlidhet edhe hes vije pe maleve për i zbret poshtë. Wal uyuni, po ashtu lejohet prej ujtë të burimeve, të krojeve. Wal abari, edhe ujtë e puseve, bunareve. Wa ma'ul bihari, edhe prej ujtë të detit. Këto janë ujrat me të cilat, apo prej të cilave lejohet që robi të merr abdes edhe apo gusl të pastrohet, pra për ibadet. E pastaj vazhdon në thot: wala tajuzu bima utasira min ash-shajari wath-thamari. E nuk lejohet prej ujrave, langjeve ma adekuat, ma sakt. Nuk lejohet prej asaj që është shtrydhur, qoftë pemë, qoftë fryte, shtrydhet dhe dhe langu. Ajo është lang, edhe uji është lang, por këto që janë shtrydhur prej pemëve, min ash-shajari wath-thamari, prej tyne nuk lejohet, e pastaj thot: wala bima'in ghalaba alayhi ghayruhu fa akhrajahu an tab'i al-ma'i. Po ashtu nuk lejohet me marrë abdes e as gusl me ndonjë ujë që me të është përzi diçka, apo uji është përzi me diçka, apo një substancë tjetër është përzi me ujë dhe e kanë nxirrur nga natyra e ujit. Sikurse kel ashribati, sikurse pijet, langjet të cilat mirën prej pijeve, që shtrydhen pijet. Wal khalli, e as po ashtu ufulla. Pra, nëse uji është përzi me diçka dhe ka nxirr nga natyra e vet, është futur në substancë uji, por është futur në substancë langu i shtrydhur, që shpërdorim nesat, fryte që shtrydhen. Përpara ma shumë e kanë shtrydhur rrushën, se kanë më i lehtë për më shtrydhur, dërsa sa shtrydhen edhe frytet të tjera, për shembull shega, se të shtrydhet dhe bëhet lang krejt. Pastaj wal khallu, po ashtu edhe ufulla,
nuk lejohet që me të mirët abdest. Wa ma'ul baqilai wal maraqi wa ma'i zardajih. Po ashtu nuk lejohet me marrë abdest edhe me ujra të cilët i ka cekë disa pemke që kanë qenë të njohura në atë zaman, si pasuli i Sudanit, fulët lloj pasuli, pe spesjes llojit të pasulit, ku është përdorur përpara i qitet ujë, sasi e madhe ujit, por pastaj kur rën ai në kohë bëhet i trash, lëng i trash, e pastaj e ngjyn, ose pinë me lugë, e hajnë njerëzit të ushqim. Nuk lejohet, po ashtu gjellërat, anë pse janë të lëngëta, edhe me të nuk lejohet, me marrë gjithashtu abdest. Po ashtu thot wa ma'u zardajih, nuk lejohet gjithashtu me një lloj bime që ka qenë atë zaman dhe është përdorur për ngjyrosje të ndryshme, po ashtu nuk lejohet. Ka cek disa substanca që kanë qenë të njohura në atë zaman sa për ilustrim. Për ndryshe, rregulli i fekut është. Nëse diçka e ka përzi, është fut në ujë, anë pse uji është i pastërt në parim, por është futur diçka në ujë dhe ka nxirr nga natyrshmëria e saj, atëherë nuk lejohet. Po nëse nuk e nxjerr nga natyrshmëria e saj, atëherë lejohet. Dhe kjo vije prapë tash flet pak ma në detaje për te. Pastaj thot, wa tajuzu taharatu, por lejohet marrja abdest, po dhe gusl, pastrimi, bima'in khalatahu shay'un tahirun faghayyara aw ahda safihi. Lejohet me marrë abdest me ujë që është përzi me të diçka dhe ja ka pezullue njërën prej 3 cilësive të ujit. Cilësitë e ujit janë shija, është ngjyra dhe aroma. Aroma, era i vjen ujit. Shija, edhe ngjyra. Të 3 cilësi. Përzihet diçka me ujë dhe i ndryshon njërën për këtyre cilësive, e pastaj thas kema ul madde, sikur ujit kur vërshon, kur bie shi dhe vije ujit nëpër lugina, nëpër vallë, nëpër prrocka, dhe ata ujë përzihet me dhe, sepse rritet me rrëdhe tjetër, përzihet me fletë, me pemë, merr me vete, dhe ndryshohet ngjyra e ujit, bëhet e trubullt ne i themi. Ngjyra e ndryshu. Njëra prej 3 cilësive ndryshu. Ndryshoj ngjyra e ujit. Ky ujë është ujë i trubullt, shkak shijut. Dhe populli thotë është trubullu pusi, shkak shijut, është trubullu kroni, shkak shijut, është trubullu vada, lumi vogël që e rrjedh, shkak shijut, madje edhe lumi i madh ka njerë trubullohet shkak shijut. Merr me vete dhe, llaç, fletë, gjanë, qatë gjanë për para merr, dhe ky ujë turbullohet. Me qitë ujë që është turbullu, lejohet me marrë abdest me te. Lejohet me marrë abdest me te. Lejohet
me marrë gësëll me te. Për deri sa mës t'ja mune. Po ja mujti këtë cilësi, atëherë e nëzjerë nga natyrshmëria ujit. Pra me ujtë trobullt lejohet. Po mirë, po nëse është qa që trobullt, sa që bëhet lëq. Po vle thëtë bë lëq më shama, kër kap në dorë, në kap ujë, kap lëq. E tash jo. Shembull më i thjesht, se sa kë, nëse i lajna dorët në një anë, zëtën edhe të cekë, kelmet u elma i ledhi jahtëlitu bihi el eshnanu, dhe uj po ashtu i cili përzihet me te, el eshnan, kanë përdorë për para një lloj bime del në shkretin, i ka marrë farat e saj, edhe kanë punu pak shme kanë la antë me te. Kanë përdorë si mjet, si detergjent, këtë sotit. Si detergjent. Thuj me mentalitetin tonë, hini tek ne është përdorë për me la teshat edhe antë. Hini. Hiri si hi është përdorë për me la teshat edhe antë. Teshat e kanë la me hi. Gratë e vjetra. Pra është përdorë për detergjent. Këta arabët e kanë përdorë një lloj bime cila del në shkret e tjerë dhe qëtë fara ajo janë marrë ato dhe është përdorë fund detergjenti. Ose sapun, po edhe sapuni. Sapun e sapun, vetëm ndryshon forma, pra sapuna ka pas mëti. Po ashtu edhe sapuni, o zaferan. Zaferan është lloj bime, cila del, si fije, është shumë e shtrejt, edhe qitet në për gjellna, në për kafe, në për me dhonë aromë. E ndryshon pak ngjyrën, po ndryshon edhe aromën. Pra, ky lloj uji është përdorur të za me sapunin, hinin. Nëse marrëm duart i lajmë me sapun, jemi të la tesha, apo i lajmë duart me sapun. Dhe kemi një anë të madhe, e përdorëm si anë, legen anë, nuk jena qeshme, s'pe flasna për qeshme ku ujt ecë, po flasim në një vend ku përzihet ujt dhe ndryshon ngjyrën, me shti dorën në qatë të zame qatë var anë, jetë i fërku. Kër e shtin dorën me marë ujt, me qitë dorën tjetër, mbetet një sasi jo e vogël, e sapunit aty. Thuj këtë sotit më ndryshe, kur nanat tona kanë gatu, e mielin e kanë pas në madgje, mielin, ndërsa këtë një anë tjetër me ujë, tamam. Dhe mielin doft me lag nga pak, sa ka nevoj me lag, mës me bësh shumë të hollë, po edhe mës me la shumë të rasë, s'monet me bë brum, për me bë brum, të me qitë ujë. Tash, në munges të anës, apo në munges të kohës, sepse është shumë përgut, me që është në dorën e anë, e mërdo ujë me dorë, dhe qëtë miell edhe vazhdon me tonë mielin, brumin, deri sa të bëhet në gjendje që kje dënë. Ka nevoj pak prap me marrë me shti dorën, tash, dorën saj veç ka brum dhe ka miell. Hini në ujë, që janë me ujë, që ka ndodhe? Janë ndryshën ngjyrën. Qaj ujë më nuk është i kthjellët, po ka morë ngjyrë të miellit, ngjyrë të bardhë. Morë ngjyrë të bardhë. Lumi atje, apo puset të najtë në një vend, bin gjethet nalt, bjen bari frynera, ndryshon ngjyra e ujit. Apo ndryshon edhe shija e ujit të najtë kohë gjatë. Krejt këto nuk e nxirren ujin nga natyrshmëria e tij. Andaj lejohet me përdor ujin anë pse është të trembullt, anë pse ka një ngjyrë të bardhë, ose i ka durt me kryp apo me sheqer dhe e shtin dorën me marrë do ujë
dhe bjeni sasi e sheqerit. Ose, nëse kem një anë të madhe, dhe shkan fëmiju i vogël, dhe merr një gotë tamël, apo një pjesë qaj që ka me të ngotë, dhe e fut bardakin me qaj në atë anë, ose e derdh një lugë sheqer, ose një lugë krëp. Qaj ujë është ujë ende, por themi ujë ka bëj ëmël, ka bëj tharpt, ose i gjelbt, pse i është hedhë pak krëp, ose është trubullu pak, shkak mjilli, ose shkak dheo, i ka qitë dhe dheo, lagë, bo silla që është përnda, gjumëta mija një grështë dhe. Krej këtu e ndryshojnë ngjyrën apo shijen, apo të shash sapunit i tjerë, por nuk e nxjerrin nga natyrshmëria e vetë. Përkundër, kur këtë gjella atje, të tjerë, ato e nxjerrin nga natyrshmëria e vetë, apo të langjet, këtu nuk e nxjerr nga natyrshmëria e vetë. Andaj peshoja, e cila e peshon, a bën me marrë abdes, respektivisht gusël, apo nuk bën, është a del për natyrshmërisë e tij, apo nuk del për natyrshmërisë e tij uji. Për shembull, ujit e tharpt që themi ne, të gazuar, të cilat del prej krojeve, borimeve, po e ka një rëndësishmëri të ndryshuar, sepse shijen e ka të tharpt, dikun e ka atje tëmbël, dikun det e ka të njelpt, po nuk prish punë. Nga se edhe me tej, ajo është ujë. Por, nëse ne ja kthejna një grësht madh ujë, krëp, ose marrim ja kthejmë 2 grushta miell, qasoj ene. Çka bëhet tash? Lëngë është, por nuk e themi më ujë. Por nëse o krëp, i thojnë kë e pas ke bo presëll. Nëse është qajna, i thojnë e pas ke bo qaj, kë ka bo qaj me pi kë. Kë ka bo qaj me pi. Nuk i thu më ujë, i thu qaj. Ose i thu pas ke bo shërbet. Sepse nëse e hedh një grosht krëp, sheqer, apo 2 grosht të mbarë sa është ena e madhe, a i langë është në formë të ujtë, është ujë ende, por ujë që ndryshej edhe emrin e vetë. Dhe nuk i thu mu ujë i ëmbël, por i thu shërbet. Nuk i thu ujë i njel, por i thu e presëll. Nuk i thu e ujë i trubull, por i thu ka bo shamak, ka bo veç balt. Pra e ka nxjerr nga natyrshmëria e vetë. Nëse nxjerr nga natyrshmëria e vetë, nuk lejohet. Nëse nuk e nxjerr nga natyrshmëria e vetë, ani pse ka ndryshuar njëra prej 3 cilësive, nuk prish punë, lejohet me marrë abdes me te. Këtu sani duken dikuj paksat pa rëndësishme, s'ka dert, për kohën e sodit, që ashtu është. Vetëm koha e sodit nuk ka qenë gjithë e sodit, dhe koha e sodit nuk rrinë gjithë e sodit, por robit i bëvaki që ka mësë. Robit i bërmaki që ka mësë. Andaj me ditë meselet dëvynë, se zarar nuk ka. Imagine, e nisë në rrugë dikun, edhe ke do ujë me veti, sikur se që marrë ujë me veti, me shishe, edhe ke fëmi me veti, edhe fëmija, e mërë nëjë farë, ku diju në embelsinë, nëjë bëmbana, nëjë diçka të mbele të dirë pak në ujë që atë, atë i ke i mytë në që ta ujë me marrë abdest. Tani, të më nërhotohesh, po këta ujë tashmo ma në regjyrën djallë, dire diçka në farë së të pësanë, se në farë, pak kafe ja qëtë, një trohë kafe mja qitë ujit, dhe në gjykëble se është, gjyra ndryshaj, sepse kafe ka forës madhe për me ndryshu ujit. Një trohë kafe, se kakao mja qitë, ndryshon. Një trohë tamel mja qitë, ndryshon. Anë pëse mund t'jenë 5 litra ujë. Një gotë, 100 mg mja qitë. Tamel ndryshon. Por nëse ja këthën të 1 litër tamel, nuk thumë mo ndryshë, për thumë bo tamel të krejt, vetëm se tamel që i kështu ujë, tamel që është kështu ujë. Tamel që është ujë për me rritë sasin e tamelit, nuk ka ujë mo. Tamel e këta, vetëm se tamel që është kështu ujë. Ose kas bajran, nuk ka ujë mo ata.
Ata është ma e rëndë. Pra është dalë edhe vetë nga emni, o dalë nga në tërshmëria tina, për ata dhe emni i ndryshon. Nëse ndryshon emni, dhe për në tërshmërisë e ti, nuk lejohet me përdorë. Për ndryshe lejohet, pra pësë është bërë pak i ambele, pak i ka ndryshu shijen, ka ndryshu aromen, ka ndryshu erën, ngjyrën dhe shta me thonë nuk prish punë. Këtë dhe me thonë autorë dhe kjo është regull shumë i rëndësishme në fiqh për me ditë më gjindë o robi, sepse i natyri, i në malib, i në shije, tërbëllohet ujtë, s'ka dërtë dhe tërbëllohet ujtë. Me pi nuk e pim, nuk e qojnë në veshkë, sepse aty ka baltë, ka dhe gurë, nuk është në dytaj, të s'ka punë me dytësin. Dhe mblidhet në veshkë, është e dëmshëm, nuk e pim, por me marrë avdes, e gosëll, ne kemë halal në regullë krejt, pëse është ujtë e tërbëllë, pëse ka ndryshu ngjyra, pëse ka ndryshu shija. Kjo është shumë e rëndësi. është shumë e rëndësi. Mirë, po ujtë e tharp të cilët e përdorim ne sot. Unë e ceka ujtë e tharp, apo ujtë e gazuar që del pej krojeve, ka plot borime, ku natërshmërisht nga natyra, Zoti ka kriju pej natyrës, pra pej tokës, me dalë ujtë e tharp, ujtë e gazuar. Dhe kjo është në rregull se ujtë e detit njëll. Po nëse në mënyrën artificiale që bojnë sot ujtë e gazuar, shumica absolute e kompanive e bojnë një mënyrë artificiale ujnë normal, e kthejnë një ujë të gazuar nëpërmjet sodës bikarbon. Ndoshta shtojnë ndonjë element tjetër ata, kimike, që kjo punë e kimisë, e shkencës, kimike nuk është çështja jonja, por megjithatë që të sillet ajo. Përse substancë është e pasur, nuk diskutohet për nga pastërtia, por a dul për natyrshmëri si ujta nuk dul. E që vije, nëse nuk ka dalë, a kem të drejtë me marrë abdes me ujtë tharp, ujtë gazuar, gjithmonë nëse nuk kem ujtë tjetër na. Se nëse kem tjetër nuk kem nevojë me hinë dëshime heq. A kem nevojë, a kem të drejtë, as kem të drejtë. Allahu alem. Por unë mendoj se me ujtë tharp të sodit që përdoret, nëse s'ke ujtë tjetër, bën me marrë abdes. Sepse nuk ka dalë për natyrshmërisë e tij. Por që ka ndryshu shijen. Nga ujtë tëmbël që është ujë normal, është shndërru një ujë të tharpë. Jo është shtu një sasi e tharpësisë, e cila nuk e ka nxjerrë nga natyrshmëria vetë, për ata i themi ujë, por i gazuar. Dhe për vendimin tim nuk ndryshon, qaj ujë, për shtyne ujnave që ka cekë këto autore dhe autorët e tjerë, fuqahat e tjerë, nëse shtohet do një element vetë vetiju, apo nevoja kërkan, që thashtë, gruaja detyrohet me shti dorën në anë për me marrë mielin, bjen ka një herët do ujë, do lëng atë, do tamël, do sheqer, do thmija ta qetë, ose qëta ujë e ka. Ujët është sa një shtrajt, a me gjua ta, e me që marrë abdes, që te ka krejt. Allahu alem, por mu që e më planë zemër, e Zotit din me së miri, se ujtë të tharpë të sodit që përdoret, nëse s'kem ujtë tjetër, nuk lejot me kalun të imam, nuk lejot me kalun të imam, sepse e keq ata ujë. Është ndryshuar shijeti, por ende i themi ujë i tharpë apo ujë i gazuar. Allahu e din me së miri. Për dhe prej me kaqë se dhe ashtu e zgjata, e kam frikë se e zgjata derë se shumë, andaj pela me kaqë për sot, e nesër inshallah ta'ala vazhdojmë. Për ujna, por ujë cilë është përzimin dytësira, sepse dere ta në thamë ujë që është përzimin gjërat pastërta, po nëse hedhë do një dytësirë, a ka alternativa pëse me përdor ujtë, prap, apo nuk ka. Shofëm nesër inshallah ta'ala. Selam aleikum.